Rikthehemi në Top Talk në këtë pjesë të dytë, po diskutojmë për taksën e pronës. Me mua në komunikim të drejtë për drejtë është zonja Dalina Farici dhe zoti Agron Haxhimali. Për bashkiet do duhet që të ishte kontribuesi kryesor në financat e tyre. Sot zë vetëm 18.6% të ardhurave të veta vendore, ndërkohë që taksa kryesore është taksa e ndikimit të infrastrukturës për ndërtimet e reja të cilat bëhen, të cilat në varësi bashkive shkojnë edhe deri në 8% të vlerës së ndërtimit. Çfarë do të ndryshojë? Kjo vlerë do të trefishohet duke u kthyer efektivisht në taksën kryesore e cila do t'i garantojë shumë të ardhara bashkive. Nga 86 milionë euro kujtojmë, do të jenë paktën 340 në vitin 2030, kur do të nisë edhe zbatimi i plot duke përfshirë edhe taksën e trullit, por efektet do të ndihen që nga 2028, kur të gjitha banesat, apartamentet, shtëpitë private do të përfshihen në këtë taksim të ri. Zoti Haxhimali, për ata të cilët i druhen një lloj taksimi të tillë, do të paguajnë më shumë qytetarët shqiptar? Pa tjetër që do paguajnë më shumë reformat të tilla për taksën e pronës apo politika të tilla fiskale kanë vetëm një qëllim që të stabilizojnë sistemin, por në mënyrë të padiskutueshme që cila do reformë që bëhet shkon për t'u paguar më shumë, dhe këtu ne nuk duhet ta fshehim këtë punë. Jo vetëm me ndryshimin e sistemit, pra se duhet sqarojmë dhe herë, sot taksohet prona me çmime referuese. E tham këtë, ka përcaktuar vendimi i Këshillit të Ministrave, dhe kemi pas disa ndryshime, edhe me ndryshimet e fundit me çmime reference, çmimet janë rritur për cilën do objekt, për cilën do ndërtesë sipas zonave kadastrale, po i referohemi Tiranës, po dhe të gjithë 61 bashkive, janë rritur nga 5% deri në 75%. Pa diskutim kanë paguar më shumë gradualisht gjatë këtyre viteve. Taksimi bazuar mbi vlerën e tregut tregon që një shtëpi që sot taksohet për shembull 1.000 euro për metër katror, por në realitet ajo e ka vlerën 2.000 euro, pa diskutim që do të paguaj më shumë, ne prandaj bëhet kjo çështje dhe këtu nuk shikoj në keq kuptim, nuk shikoj nga ana ime, por a do jenë në gjendje qytetarët ta paguajnë më shumë, apo jo vetëm qytetarët, apo dhe bizneset e kategorive të ndryshme, kjo është një tjetër gjë, por kur vlera e banesës, pra vlerë si përcakton që kjo banesë ka këtë vlerë, sipas meje që e ble, pra sipas tregut të lirë dhe jo sipas çmimit të referencës, e pa diskutim që është i detyruar do paguajë më shumë. Pra sot çmimi i referencës për një zonë është 1.000 euro metri katror, po ti kur e shet 2.000-2.500, atëherë vlera është 2.500, për rrjedhoj do paguash më shumë. Kjo pasoja do ketë mbi qytetarët dhe bizneset do paguajnë më shumë sipas rasteve, sipas zonave, po diçka më shumë patjetër që duhet ta paguajnë, po këtë duhet ta shikojmë në raport me koeficientët që mund të ndryshojnë her pas here kur kemi sistemin e ri. Por theksoj edhe një herë, patjetër që i bie të paguajë më shumë, patjetër që sistemi bazuar në vlerën e tregut është më i drejtë. Këtu shkojmë edhe tek argumenti që përmendi zonja Farici në fillim, që kishte të bënte që do të kujdesen grupet e interesit në mënyrë që të mos preken indikatorë të ndryshëm social, grupe vulnerabël, pavarësisht vlerës banesës, që të paguajnë më shumë apo mos t'i bëhet barë kjo taksë e re. Megjithatë, krahas mekanizmave që mund gjende zonja Farici për të shmangur kostot të tilla, që do të thënë për një pjesë do të jenë. Nga ana tjetër, llogaridhënia e bashkive ndaj qytetarëve si do të jetë? Këto para shtesë që ndonjëherë për disa bashkive edhe mund të dyfishohen në raport me çfarë kanë sot si buxhete. Si do duhet që të përkthehen në shërbime në të mira përpara taksapaguesve të tyre? Në fakt do doja t'i kthesh edhe një herë asaj që diskutuam për sa i përket vlerës. Unë dua ta theksoj që tek drafti është një gjë e mirë që banesa e parë nuk taksohet me vlerën e plotë. Është 50% e vlerës, pra kalkulimi do bëhet tek 50% e vlerës. Kështu që tek banesa e parë mund të dalë në zona të ndryshme që të mos kemi fare rritje të kësaj taksës pasurisë. Te banesa e dytë e tretë patjetër që do ketë rritje të taksës së pasurisë. Ndërsa për sa i përket pastaj pjesës që nëse për grupe të ndryshme sociale dhe se si përkthehen të gjitha këto të ardhurat të bashkive
në drejtim të shërbimeve të qytetarëve, patjetër që këtu kemi që duhet të pjesëmarrja e qytetarëve në këtë drejtim dhe transparenca e bashkive dhe përgjegjësiria e bashkive duhet jetë në rritje dhe në fakt vit pas viti ka qenë në rritje. Ne kemi në momentet e dëgjesës së buxhetave, kemi marrjen e opinioneve të grupeve të ndryshme të interesit për investime të ndryshme strategjike. Pra do kemi mundësi që gjitha ato plane strategjike të investimeve afatmesme dhe afatgjatë të miratuara nga bashki të ndryshme në konsultim me qytetarët, do kemë mundësi të kthehen në plane konkrete fal edhe të ardhurave të bashkive. Se nëse ne do mbetemi vetëm peng i granteve konkurruese dhe i të ardhurave nga qeveria qendrore, asnjëherë nuk mund të shkojmë drejt realizimit ndoshta edhe mbi 80-70% të investimeve të parashikuara. Çështja është ku do orientohet ky investim dhe a duhet të shikohet vit pas viti, pra të rishikohen dhe këto plane afatgjate, afatmesme, të rishikohen dhe strategjitë bazuar në zhvillimet e ndryshme dhe dinamikën e përditshme që ndodh në komunitetet tona. Një nga gjërat që duhet të shikohet është numri censusi. Pra gjithçka duhet të shikohet në varësi edhe të censusit. Gjithçka duhet të shikohet në varësi të asaj të ofrimit të shërbimeve me standarde të të njëjtin nivel, qoftë në bashkinë urbane, në pjesën urbane të bashkisë, qoftë në pjesën rurale të bashkisë. Pra, të gjitha këto duhet të përkthehen në investime, në përmirësim të jetës së qytetarëve, të cilësisë së jetës së tyre, e cila mund përkthehet në shërbime, por edhe investime infrastrukturore. A mendoni zëri Farisi që do të shpërndahet në mënyrë të barabartë mes bashkive kjo rritje këtyre të ardhurave, apo do të shohim një superfuqizim të bashkive bregdetare, për shembull, ku shtëpitë e dyta do të jenë më në masë, do të marrin praktikisht 2 fish apo edhe 3 fish nëse të fusim vlerën e tregut në mes nga sa përfitojnë sot? Realisht kjo shpërndarje nuk është e barabartë. Ajo nuk është një taks kombëtare që shpërndahet pastaj midis bashkive. Ajo është një taks lokale, taks e plot lokale. Është në ligji patjetër që është ligji i taksave kombëtare, por ligji i taksave kombëtare parashikon taksat kombëtare që i merr qeveria qendrore, taksat e ndara që janë pjesë e qeverisë qendrore dhe qeverisë lokale dhe taksat e qeverisë lokale. Qeverisja lokale tek taksat e qeverisë lokale ka atë diskrecionin plus minus 30% që bashkitë mund ta përdorin këtë element për grupe të ndryshme ose për stresat në nevojë, pra është një element që me vendim Këshilli Bashkiak përdoret. Pra ka mundësi që dhe vetë bashkia, ligji i lejon edhe vetë bashkisë të bëjë lehtësime, pavarësisht lehtësimeve që mund të jenë të parashikuara tek draft ligji, i cili do të kthehet patjetër në ligj shumë shpejt, se në 2027 ne do operojmë me ligjin e ri sipas asaj që tha edhe ministri, dhe parashikimet në fakt dhe objektivi ishte shumë ambicioz, 1% e GDP-s në 2030. Mendoj që 2026 edhe 2026 planifikonte rreth 14 milion euro mbi atë, po mendoj që është një objektiv i kapshëm për faktin se e shpjeguam pak më përpara që vetë kadastra fiskale do ta bëjë më efektive mbledhjen e kësaj prone, pasi nuk do ketë nevojë që kaq shumë nuk do ketë nevojë për kaq shumë staf për të evidentuar nëpër territor për llogaritjen, por popullimi i kadastrës automatikisht çon në rritjen e mbledhjes së kësaj takse nga ana e pushtetit lokal. Kështu që mendoj që do kemi një rritje, por nuk do të jetë proporcionale në të gjitha bashkitë, sepse edhe pronat nuk janë të njëjta në të gjitha bashkitë. Patjetër që kemi aty ku kemi bashki të cilët janë në zhvillim, se ne kemi bashki të cilët e kalojnë 2 fish grandin e ardhur nga qeveria qendrore. Por nëse i referohem bashkisë së Imarës, bashkia është një bashki e vogël, por që ka të ardhura të mëdha, rezultat edhe i pozicionit gjeografik të saj. Lejet e ndërtimit që kanë qenë në krye, po. Pra, lejet e ndërtimit, shumë ndërtime automatikisht taksa e pronës do jetë më e madhe se sa tek një bashki tjetër. Dhe mundësitë për investime janë më të mëdha. Ama është edhe kjo tjetra që kjo bashki duhet të ofrojë shërbime cilësore sidomos për periudhën e sezonit turistik. Pra, nëse ne flasim për një bashki e cila ka
30.000 banor me gjendje civile, me census nuk mund ta them tani me sakt shifër, por ama në periudhën e sezonit 3-4 mujor të sezonit turistik veror, aty mund shkojë edhe 100.000 banor. Pra duhet bashkia të përgatitet, pra t'i parapri shërbimit të këtyre banorëve me cilësi në këtë periudhë. Zoti Haxhimali, ndërkohë nga ana tjetër paralelisht kemi edhe një komision i ngritur me detyrën për të hartuar një reformë të re administrative territoriale. Mendoni se këto parashikime edhe të taksës pronës që do t'i bëjnë një pjesë bashkive më të shëndetshme do të shihen me kujdes edhe në ridizajnimin atyre çfarë do të jenë nëse do të kemi 61 apo më pak bashki? Shiko, në mënyrë pa diskutueshme veprimet administrative apo sistemi administrativ apo sistemet ligjore, pra këto ndërhyrje patjetër që duhet jenë të lidhur edhe me sistemin territorial dhe impaktojnë njëra tjetrën. Në këtë rast duhet patjetër të ketë një kujdes shumë të madh pavarësisht si do jetë modeli i qeverisjes vendore që do dalë nga kjo reforme re për cilën ka filluar puna në komisionin parlamentar. Do kemi më shumë apo më pak nuk mund ta them, por cili do të jetë forma, modeli, numri i bashkive, kjo kërkon një kujdes, edhe nëse do kemi më pak apo më shumë. Duhet të integrohen kjo baza ligjore me mënyrën e organizimit funksionimit të qeverisjes vendore dhe me ligjin e ri të vetë funksionimit të qeverisjes vendore që do kemi nesër. Por unë nuk shikoj, Angelo, ndonjë problem shumë të madh në fakt. Për mua problem nuk është kuadri ligjor, se tash e vërteta është që ne nuk ose ligji është i keq dhe ky që kemi sot, kjo VKM që kemi sot me çmim referencë. Mund do kemi nesër një ligj që do ndryshojë sistemin me çmim vlerës tregut dhe bashkitë qoftë 61, qoftë 36, qoftë 90 do zbatojnë të njëjtin ligj. Sigurisht që qoftë ndarja, qoftë bashkimi do krijojë disa procedura apo probleme administrative, por mendoj që pjekuria e kësaj administrate sot, inteligjenca që ekziston, fakti që para 10 vitesh reforma ishe shumë drastike duke mbyllur 308 komuna i pjesë bashkive që na konfiguruan 61 bashki dhe transferimi i problemeve territoriale, administrative, inventareve fizike dhe jo fizike i të gjitha seteve, kaloi me probleme të vogla për u realizua dhe në këtë rast nuk shikoj asnjë problem. Vetmi problem që unë shikoj këtu është që kapacitetet e bashkive për të zbatuar ligjin, se po theksoj dhe një herë. Sot mlidhen shifrat që ju tha 86 milion euro dhe askush nuk është i kënaqur në raport me GDP-n është 0,3%. Çështja është pse nuk janë mbledhur këto bashki aty nuk kanë pse të presin as bëhen të mëdha, as bëhen të vogla. Për mua unë jam më tepër i prirur që të zgjeroj bazën e taksave të këtij sistemi taksave në nivel vendor, jo vetëm te ndërtesat, por edhe tek pasuritë e tjera, sepse ne vërtet po flasim këtu për taksën e ndërtesave. Por bashki të sistemi taksës së pasurisë është më i gjerë, përfshin edhe taksën për shembull të tokës bujqësore. Po, sepse kemi bashkitë të cilët eksportojnë fruta perime dhe nuk mbledhin 100 darkë nga toka bujqësore. Po, dhe këtu është një problem tjetër dhe kjo është lënë në sa dëgjova ministrin për më vonë nga viti disa vite më vonë, në fakt për të trajtuar deri në 2030-ën, po. 2030-ën. Tashti unë kjo nuk më pëlqen. Pse po e lën ti në 2030-ën? Kjo për shembull më duket çdo zvarritje e tillë mban një ngjyrim apo një qasje politike dhe elektorale për të mbajtur elektoratin të pataksueshëm. Kjo nuk është gjë e mirë, sepse një fermer ka paguar rregullisht ka 30 vjet që ka tokën bujqësore sipas bonitetit, sipas kategorisë që ekziston. Bashkia i ka çuar faturën, ai e ka paguar, ndërsa një tjetër ka 30 vjet që nuk paguan dhe kjo nuk është e mirë. Pra pavarësisht nëse do ta bësh me vlerën e tregut apo pa vlerën e tregut,
sot apeli im është edhe për bashkitë dhe për qytetarët, sa do t'jetë kjo vlerë, është 1 lek sot, të gjithë do t'a paguajmë 1 lek sot, është 1,2 lek nesër, do paguajmë 1,2 lek nesër. Në këtë aspekt, nuk jam i prirur, thash modelin e vlerësoj të taksimit bazuar në pronë, po jam i prirur që ne duhet të izarojmë 100% bazën, pastaj të shikojmë që me që ky sistemi bazik i kësaj prone është izaruar 100%, ne kuptojmë që qytetarët janë të edukuar, ndërgjegjësuar, administrata ka qenë transparente, të gjithë kanë paguar, kemi një nivel ekonomie më të mirë, atëherë po vendosim bashkarisht me politika qendrore dhe politika lokale për të bërë një rritje të kësaj takse. Por ne mbledhim 0,3% të GDP sot dhe mendojmë të ndryshojmë sistemin për të rritur taksat. Taksat rriten jo me forcën e ligjit, po duke paguar të gjithë me edukim dhe ndërgjegjësim. Më le vetëm një sekond të shtoj diçka për shtëpiat e parë dhe të dyta. Shikoni, unë kam ndjekur këtë lloj debati. Rëndësi ka që ne të izaurojmë ato numër ndërtesash që unë përmenda aty. Pjesa që ka 1 shtëpi apo 2 shtëpi shumë mirë, shqiptarët kanë nga 3 shtëpia mirë është në fakt. Po ajo përbën pjesën më minimale, 2,4 milion shqiptarë, rreth 900 familje, njësi familjare shqiptare, po thua se kanë nga 1 shtëpi, edhe janë ngushtë dhe sipas raporteve që kemi lexuar ditët e fundit. Pra, çështja e 1 shtëpi apo 2 shtëpi nuk është se ngren shumë peshën tek këto të ardhurë e parë dhe e dyta. E kanë një debat pa shumë kuptim, sepse nëse i qytetar sot e ka shtëpinë tek Bryli, pagu me çmimin e Brylit, po ka dhe një shtëpi tek zona e Tegut. Ai e ka shtëpi të dytë atje, ai e paguan atje me vlerën e Tregut ku bën 1 milion. Herë koeficientin ai pagu shumë herë, nuk e di sa më shumë do paguaj edhe pse është në zonë të shtrenjtë me që e ka një shtëpi dytë. Ngel për të parë metodologjia, po për mua ka rëndësi të trajtohet pjesa më masive e popullsisë, e cila është ajo që mban peshën ekonomike në këtë rast dhe pjesa tjetër bizneset që nuk vazhdojnë të paguajnë edhe pse janë më mirë se qytetarët, sërish ka vakume në këtë aspekt dhe ngelit të papërfshirë tek baza e taksës. Zonja Farrici, 1 minutë e gjysmë edhe për ju në fund, që do të kishit rekomandime për bashkitë për këtë çështje që adresoi zoti Haxhi Mali, që të mos pritet apo të mos priten këto afate deri në metodologjitë e reja, kadastrën, ndoshta për arritjen e mbledhjes me efikasitet duke nisur që nga nesër. Shikoj, para tek pjesa e tokës bujqësore, nuk e pengon askush bashkinë që të taksoj tokën bujqësore dhe të taksoj pronën. Unë mendoj problemi nuk është as tek eficienca e bashkisë dhe problemi është diku tjetër, tek informaliteti. Domethënë nuk është me certifikat kjo tokë në dorën e qytetarit. Për sa kohë nuk është e regjistruar me certifikat dhe në kadastër, nuk ka si ta taksoj bashkia këtë qytetar për këtë tokë. Pra janë probleme të tjera, nuk është as problemi i eficiencës, as mos pagesa nga ana e fermerit, e qytetarit ose kujdo qoftë. Kjo është arsyeja që është lënë një kohë më gjatë pasi është një proces i cili kërkon më shumë kohë në këtë drejtim. Për sa i përket shtëpiave të para dhe të dyta, çështja ishte a preket qytetari me këtë taksë dhe arritet kaq shumë taksa e pasurisë për qytetarin dhe për të gjithë qytetarët pa dallim në fakt, është shumë e mirë kjo që taksa për shtëpinë e parë nuk është se do rritet shumë për faktin se ajo do taksohet me vlerën e tregut, po 50% të kësaj vlere. Pra, thjesht zëre se ka ndryshuar çmimi i referencë, nuk presim përgjithësimin vit pas viti, por është automatik. Pra, shtëpiat e para. Dhe këtu nuk është që duhet ta shohim sa rritet buxheti i bashkisë për të gjitha. Ka një uniformitet për gjithë familjet të cilët kanë shtëpinë e parë. Atëherë shtëpia e dytë është edhe kjo që problemi që ngriti zoti Haxhi Mali diku në një zonë të shtrenjtë, në një zonë jo pak të shtrenjtë, është në dëshirën e qytetarit të vendosi cila është shtëpia e parë dhe cila do jetë shtëpia e dytë. Dhe le të zgjedhë si shtëpi të parë ato që ka vlerë më të madhe që taksohet me 50%. Duhet ketë kontrolle se mund të zgjedhësh një vil 2 milion euro shtëpi të parë edhe qëndron vetëm një muaj atje dhe 11 muaj të tjerë jeton në Tiranë. Do ta deklarosh si shtëpi të parë
Nëse pastaj patjetër që ka, nëse nuk jeton aty normal, po mund të jetë dikush që jeton jashtë, ka 2 shtëpia në Shqipëri, njërin do deklaroj shtëpi të parë dhe tjetrën shtëpi të dytë. Kështu që gjithmonë do deklarosh GPS-in, se ku kaloj më shumë kohë. Njërën si shtëpi të parë, unë vazhdoj të këmbull dhe të theksoj këtë pjesën e problemeve sociale, që kjo pra nuk e të ndryshme, duhet të shikohen se si mund të lehtësohen, sidomos pjesa e pensionistëve dhe pjesa që trajtohen me ndihmë ekonomike. E qartë. Zonja Farrisi, zotja Xhimali, falenderoj shumë që ishit me mua në Top Talk sot. Faleminderit e ju dashur miq që na ndoqët. Ishte emisioni për sot, shihemi sërish ditën e nesërme me tjetër takim ekonomik. Deri atëherë mirupafshim.